7 marsi, dita e mësuesit, është një ditë e shënuar dhe një ngjarje historike që lidhet ngushtësisht me fillimin e arsimit në gjuhën shqipe. Në ditën e mësuesit, gjatë ceremonisë për vlerësimin e mësuesve në Pallatin e Brigadave, kryeministri Edi Rama uroi mësuesit për festën e 7 marsit dhe vlerësoi kontributin e tyre, duke thënë se janë arritur 3 përmirësime kryesore: forcimi i autoritetit të mësuesve, aplikimi i meritokracisë në përzgjedhjen dhe promovimin e tyre, si dhe rritja e shpërblimeve financiare. Ai theksoi se mësuesit sot janë të lirë të kenë çdo opinion politik dhe ambicia jon është për ta çuar pagën mesatare të mësuesit për tej 1.000 eurove. Më vjen jashtëzakonisht mirë sot që më jep mundësia të adresoj këtë audiencë me një përfaqësi të atyre grave, burrave, vajzave, djemve që kujdesen për fëmijët e Shqipërisë në të gjithë territorin e vendit tonë dhe besoj që e di shumë mirë se sa e vështirë duhet jetë puna juaj në kushtet kur shumë çka ka ndryshuar për mirë, por dhe në kushtet kur shumë çka tjetër ndryshon me një shpejtësi maramëndse për shkak të teknologjisë. Dhe më vjen po ashtu shumë mirë që në atë shumë çka që ka ndryshuar për mirë, kemi arritur 3 gjëra shumë të rëndësishme, të cilat duken në fakt si 3 gjëra që as nuk duhet të diskutoheshin ndonjëherë, por ja që jo vetëm u vënë diskutim, por u kthyen në një problem shumë të madh për gjithë komunitetin e mësuesve. E para, autoriteti i mësuesit ishte një autoritet i nëpërkëmbur si s'ka më keq për shkak të pasigurisë plot të vendit punës. Dhe patjetër vjen pastaj e dyta që meritokracia në përzgjedhjen e mësuesve dhe në promovimin e mëtejshëm të tyre në karrierë ishte faktikisht e nëpërkëmbur si s'ka më keq. Dhe e treta shpërblimi i mësuesve, që ishte jashtëzakonisht i pamjaftueshëm në kushtet kur sfida e të qenit mësues bëhet gjithmonë më e vështirë. Sot kemi në të treja këto drejtime një situatë të përmbysur plotësisht. Gjithashtu mësuesit i uroi dhe ministri e arsimit Ogerta Manastirliu.